Si u përfshi presidenti i Francës në mbulimin e një skandali shëndetësor me ujë mineral dhe çfarë implikimesh ka për të ardhmen politike të tij dhe për imazhin e industrisë ushqimore europiane, konteksti diplomatik dhe politik. Në thelb të kësaj krize qëndron mos respektimi i një norme thelbësore të BE-s, që uji mineral natyral të jetë i paprekur nga trajtime të mëvonshme. Sipas raportit të Senatit francez, qeveria, përfshirë nivelet më të larta të Elizes, ka qenë në djeni të shkeljeve të Nestlé që nga viti 2022, zyrtarë të kabinetit të Macron kanë pasur takime me përfaqësues të Nestlé dhe lobistët e saj për të menaxhuar komunikimin dhe për të zbutur efektet e krizës. Ky zhvillim nuk është më thjesht një çështje teknike e industrisë ushqimore, por është kthyer në një krizë të pastër politike dhe morale. Pyetja, çfarë dinte Macron dhe kur e mësoi, nuk është më një pyetje retorike, ajo është tani objekt hetimi parlamentar dhe presion mediatik. Implikimet e brendshme dhe ato ndërkombëtare. Franca, si një nga shtyllat kryesore të BE-s, është një vend me ndikim të madh në standardizimin e rregulloreve evropiane të sigurisë ushqimore dhe ndodhet në një reflektor ndërkombëtar. Nëse provohet që Elize ka bashkëpunuar për të fshehur rrezikun shëndetësor për produktet e Nestlé, kjo do të shkatërrojë besimin ndaj institucioneve franceze dhe do të ketë jehon në Bruksel dhe në qeveritë të tjera të BE-s. Një reflektim më i gjerë, ky është një shembull ilustrues i asaj që ndodh kur rregullatori bëhet bashkëpunëtor i të rregulluarit. Skandali zbulon një model të hershëm të bashkëpunimit të fshehtë midis shtetit dhe industrisë, që në këtë rast jo vetëm ka cënuar standardet, por ka rrezikuar shëndetin publik. Skandalet e mëparshme të Nestlé me picat dhe bakteret të rrezikshme vetëm e thellojnë panoramën e papërgjegjshmërisë korporative. Çfarë pritet më tej? Presioni ndaj Macron po rritet. Ai mund të përdorë taktikat e zakonshme për të shpëtuar, shkarkim këshilltarësh, premtime për reformë dhe përqafimin e retorikës së mbrojtjes së konsumatorit. Por nëse Senati vazhdon të ekspozojë fakte të tjera, kjo mund të dëmtojë jo vetëm mandatin e tij të dytë, por edhe të ardhmen e centrizimit politik francez.